Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Mirë dita, mirë mbrëma, përshëndetje. As në Indonezi nuk është mëngjes tash. Po diku është, jam e sigurt. Duhet korrigjohemi pak se ky Egi ku është? Indonezi. Kotësh. Gjithmonë keq është Indonezi. Unë jam futa në përballë. Jo, se e pash në që kishte dalë te kopshi botanik para se ndërtohej Kodra Dielli 1. Fakt gjason. Po në Indonezi është vërtet. Kafsh është. Ku është? Kopshi zoologjik apo botanik? Botanik. Palm është. Po, pse përmend këtë pemë kaq ekzotike që në Indonezi gjendet gjithandej? Edhe në Vlorë gjithandej, po është smur. Edhe te kryeministria gjendet. Po. Ska kërpullë atje? Ka edhe stre. Tani filloi pak shiu sot. Po. Njerëzit kanë ku të rinë, ku të strehohen. Pa qenë ato 22-23 veta. Pa dyshim. Ka dhe kopësht atje, më shashalla, kopshti Eden. Kopshi Eden. Ti e di kush ka jetuar në kopshin Eden? Eva dhe Ramadani. Eva dhe Po. Tani Ramadanin unë e shoh. Ku është? Havaja ku është? Hava? Kuptova. Ramadani, kuptova. Ma në fund. Jo më thjesht. Në qoftë se do vazhdosh 8 vjet rresht, ta hapësh emisionin gjithmonë me një fjalë, mirëmëngjes, domethënë ndoshta njerëzit mund të çuditen. Nuk kam se çuditen, se nuk ka lidhje nëse diku në përbot nuk është mëngjes. E rëndësishme është që dikush është e sigurt që në këtë moment është zgjuar dhe për të patjetër që është mëngjes. Pa dyshim. Apo jo, koleg, se ju jeni. Është e vërtetë, unë jam i kohës i metos. Sot do ta zhvilloj emisionin të 3 orë me mungesa. Sepse Egina është larguar në drejtim të paditur. Jo vetëm kjo. Ka shkuar në lindje në Indonezi, këtë kuptim. Po. Dhe ndërkohë ai po shkon të zbuloj këto 2-3 javë, domethënë një jetë më të mirë. Po, urojmë që mos vima. Sepse tek e fundit honorarin e tij e ndajmë ne. Kjo është më e bukur. U shkoi një periudhë vitin e kaluar kur bënin Kaperen dhe në Amerikë, po tha si ishte gjande. Egi shkon në Ormuz, është bukur. Kishte rënë fare turizmi në ngushticën e Ormuzit, kështu që gjithë ata turistët që bënin xhiro me varg në ngushticën e Ormuzit pritet të vinë pikërisht në ngushticën e Bovillës. Pse ka ngushticën Bovill? Po, është liçeni ngushtohet në një vend. Sa mirë një biografi. 4 herë përmendet fjalën Hormuz dhe më duk sikur 4 fish u rrit në çmimet në këtë moment. Okej, atëherë po i themi Dordomuz. Ndoshta jemi më të sigurt. Kemi nisur edhe për këtë javë Kape Renën, ky program i cili prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, i cili mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dhe në këtë moment jemi live jo vetëm Club FM Shqipëri, por edhe në Club FM Kosovë. Gjithashtu mund të ndiqni nëse shkarkoni aplikacionin e radios Club FM. Kudo që të ndodheni. Egi për shembull në ku ishte në Indonezi, në Jakarta. Më thuaj një qytet tjetër përveç Jakartës si ti e njeh në Indonezi. Xhallazi, po. Do vi pak më vonë. Po Iqbalia, ku e ka shpinë? Iqbali po atje. Në Bali. Java. Po. Është duke i zbuluar gjithë, deri tani ka bërë disa takime ekzotike me gjarpri, mushkonja, zhapik, kafshë e egra pylli. Po i ka qejf atë. Me tigrin e Azis. Shiko, po tigrin e Malajzis? Jo, ishte për Ben Ahmetaj. Alarmi portokalli në Indonezi. Po vjen Egi. I ka parë fotot në Instagram, koleg. E kanë gatruar Egin me Sandokanin. Si shkon populli i Indonezisë me Sandokanin, koleg? Siç shkojmë ne me Greqinë, në luftë. Sandokan. E di këtë këngën ti? Unë? Me tekstin e vjetër. Se kujtoj dot. Atëherë më këndo Koka për gjithë. Do ta mësojmë mirë, do ta kujtojmë mirë ditë. Ora opozita nuk i ka punën dhe aq mirë, domethënë. Se kushta? Me këtë lloj mënyre kemi dhe Brianin, i cili nuk do na lër vetëm. Kemi edhe një tikë se themi, po që flet me vete. S'është vetëm ja koleg, s'është vetëm. Tani njeriu duhet të ketë parasysh që mund të jesh regjisor, por jo të flash me vete.
sepse në këtë rast je regjisor, por me spektrin e bipolarizmit. Po meqense asnjë prej nesh nuk është regjisor, ndoshta është shumë mirë të konsultohesh me veten ndonjëherë. Tani kam disa pyetje për fjalën regjisor. Rreth parë thuhet me gjë apo me q? Me gjë, patjetër. Me z apo me s? Si të zëgjine apo me s, po. Atëherë po doni unë ju shpjegoj etimologjinë e fjalës. Gati ke këto. Jemi regjur. Igor Buçko. Mirë. Po Buçko. Tani mos na jepni dekorata të cilat nuk na takojnë se kemi rënë nga pesha, jo për gjë ato. E vërtetë është. Megjithatë Greta, pavarësisht se Egi nuk është, a mund të kemi një temë si gjithë njerëzit edhe për sot, me që numrat e telefonit i kemi në dispozicion? Patjetër. Mund të na rikujtosh pak numrin e telefonit të Shqipërisë? 069 20 70 222. Wow. Gjithmonë ky numër ka qenë. Po numrin e Kosovës +33 4955144. Nuk është se si kjo speaker e Kosovës gjithkohës. Qëndroj gjithkohë, është pak e lodhshme. Mudi. Po doni ju shpjegoj për ardhmën e fjalës mudi. Nuk është nevoja. Po e kam një temë shumë aktuale, shumë të rëndësishme. Çfarë mendimi keni ju për lacat që bëjnë si të fortë rrugëve me makina? Ata që janë lacat na japin mendimin për veten e vet. Prandaj na shkruani në 069 20 70 222 ose në +33 4955144 nëse na drejtohen nga Kosova. Unë nuk kam ndonjë mendim të lartë për këta lacat, domethënë thjesht i përcaktoj me një N e cila është shumë e vyer në higjienën jo vetëm personale. Po? Legjena. Okay, mendova që po e upgrade-on. Ato ta lash ty domethënë. Ti çfarë mendimi ke për lacat, koleg? Koleg, nëse do ishte e ligjshme, unë do të qelloja me sniper nga balkoni çdo lac që ecën me mbi 80 km/h poshtë balkonit tim. 30 është tabela. Po. Hajt 50. Po pse nuk i qellon? Është e palishme. Është e palishme, pra. Po unë ndryshe nga ju, unë i respektoj, kam një mendim të lartë për këta lacat, se më duket se kanë qenë historikisht legendat e lagjes. Bravo, pa. I respektoj se më duket sikur duhet shumë guxim që të sfidosh edhe fizikën dhe logjikën, e mos jesh i mirë në shtratë edhe të hapesh. Ishte kjo që thënë, domethënë, por e vërtet. Mendoj, nuk e di pse, kam një mendim tillë. Po çfarë mendoni ju që po na dëgjoni mbi këta laca që bëjnë si të fortë rrugëve me makina? Një ngjarje këtë periudhë. Mos harroni pra 069 20 70 222 dhe +33 4955144. Tirana pasaj kishte edhe pastërti shëmbullore që E kishte derisa iku ai. Shumë e pasur. Iku dhe një tjetër, si Akili. Jemi afër një marrëveshje përfundimisht me Iranin apo jo? Koleg, këtë nuk mund ta thotë asnjëri sepse të bësh marrëveshje duhen burra. Më fal, a ka burra aty? Po. Aty dhe burra iranianët që janë çiksi më burra janë të veshur si gra, kështu vari. Shumë fort. Po në fakt çdo javë thuhet që do ketë një marrëveshje, po tani se ti koleg merr vesh shumë nga gjeopolitika, domethënë më ndje, po. Ajo kjo e dyta që the quhet merr veshje. Merr veshje, domethënë ti merr vesh nga gjeopolitika se ti dëgjon gjithmonë këtë konservatorin Gimneshën që del te syu. Po. Madje më shkruan edhe në privat. Sa mirë, domethënë. Dhe thot Donald Trump ka eftuar që operacioni Lira apo Liria. Liria apo Freedom. E kemi atë Freedom. Kemi shpat që të kalojnë anijet në mënyrë të sigurt përmes ngushticës së Dortmundit. Do të ndalet për një periudhë të shkurtër kohore. Deri tani ka kaluar vetëm një anije. Ka çu 15.000 ushtar, 100 avion edhe 11 fregata. Dhe anije do ka kaluar vetëm një anije daneze. Daneze me djathtë. Po e ndërpresim pak. Mirë është ky? Ai që s'është mirë, nuk është mirë, më vetë që kanë bërë një test idiotë. Në fakt, e keni shumë gabim, po, pra. Tani ja flasi zëri i popullit dhe zëri konservatorizmit. Jepi. Jo, s'ka, do të surprizoj. Ka kryer 3 herë këto testet për aftësitë kognitive. Ai provimi i Montrealit, edhe është mburrur lart e poshtë, ka një javë që vetëm thot e kalova unë. Më dhan një aligator, tha një ari, një tigër dhe një ketër dhe unë e gjeta ku ishte ketri. Me gisht. E gjeta ku ishte ketri. Problemi pse bëjnë ka shpesh. Ai pra. Po ndoshta ai do të zbavitet, domethënë sepse është vazhdon në shef Peppa Pigun. Teletubbies
Jo, ai me siguri, po patjetër që është sepse ju konservator të Shqipërisë, domethënë e keni parasysh se për çfarë flasim. Ti e di pse një njeri quhet konservator në Shqipëri. Se konsumon shumë arsye. E para është kryesore mënyra ushqimi. Ose të kesh punuar në fabrikën e konservave. Ose nëse ditë bësh mirë tushi, pra të konservosh, domethënë gjërat këto quhen gjithë konservator. Me konservat e mishit si keni marrëdhëniet? I përçmoj. Je liberale? Jam liberale. Publiku ka vendosur. Pra, tani vjen momenti. Folet i buçka. Jo, nuk duhet atë. E kam me ty, mo. E kuptova, gjithmonë e ke me mua për gjërat që megjithatë, edhe një pyetje tjetër kam unë. Se me që ti ndjek shumë për thoj për ditë apo jo, ndjek këto 2 herë në ditë ndoshta. Statuset e Ahmet Kalas. Mua më ka bërë blok, nuk e di. Pse? Ka bërë që atëherë një diskutim për një. Mos ke ngrënë ndonjë salcice me mishderi? Jo, por hodha parfim apo se jo, parfim. Por atëherë me që ju i ndiqni këto, domethënë, ky me papën çka ka? Kush mo? Jo Ahmet Kalaj. Jo Ahmet Kalaj. Shiko, ky Palos jam Ahmedinexhadin. Fillimisht do i thash, i thot pauz do rish urdhë, por se të kam edhe amerikan. Ti mendon që mund të palosi papën? Tash për ta palos jo, po mund ta detyroj që ti blej gjërat në Amerikë gjitha me dollar. Se di. Unë mendoj se mund ta palos. Amerikan i shtetit do shkoj nesër takoj këtë gjej në Rom. Kush dali i pari? Ka shkuar në gjej. Po. Okay. Është domgjeri, patjetër, domethënë edhe unë njoh 2 veta në Rom. Dhe do mundohet t'i afrohet edhe papës, domethënë sekretari e ka mbi emrin Rubio. Që vjen nga gjuha shqipe. Çfarë do të thonë? Erubati. Qartë. Apo jo. Kështu që ai papa portofolin te cica. Po, ndërkohë që papa ka cica. Papa ka portofol, do të ishte pyetja. Po. Çndroç. Dhe post kësaj, ti e di se si flasin në Vatikan. Domethënë cili është dialekti që vatikanisht, e din gjithë. Normalisht. Po, jo. Është folja e Elbasanit. Që ka latinisht. Latinisht. Jo, Elbasanit. Frate ç'kena? Amu frate. Po. Megjithatë, për të rejat më të fundit nga shtëpia e bardhë, do ju njoftojmë kur të kthehet Egi nga shtëpia e zezë. Inshallah vjen, çopse vjen. Do vi. Me merak e kemi. Po. Dhe përshëndesim gjithë ata që na ndëgjojnë nga Bryli. Ne tham më vonë, tham të vi rreth orës 3 pa qerek, nuk e di, është në ti, domethënë, ore, njerëzit varet se kur ulen për të fol. E qartë. E kupton? Ai gëzuar, me qenë. Dhe me qenë fjalën e jemi ka Perrenën në Radio Kombëtare Club FM, Club FM Kosovë gjithashtu, dhe na kanë ardhur disa mesazhe sepse para pak hapëm një temë se çfarë mendoni ju për ata lacat që bëjnë si të fort të rrugëve me makina. Na ka shkruar Branko, thot për kufizimin për këta laca e ka bërë Keli, nuk i shtoi asgjë më shumë asaj që ai kishte shkruar para pak ditëve. Okej, po jo, ti thua një fjalë. Ti thua një fjalë. Qofse unë them legendi tu, bidon, do të jemi Ruben si ka një tjetër mendim. Lacat janë si puna e kinezëve, thotë duket pak si mendim racist, por e ka shpjeguar. Kur përplasen me murin, edhe pse shumë të gëzuar, ajo që u thyet është hunda, jo personaliteti. Personaliteti e ka bërë me Ruben se duhet ta mbarosh masterin që ke nisur për psikologji do. Shumë interesant. Ose nëse ke mbaruar masterin, atëherë mbaro PhD. Nëse nuk e ke mbaruar dhe PhD-n, atëherë që ke për profesor. Personaliteti një kinezi është AAA quhet. Si që thot, bateri me tradh. Ajo telekomandë. Qartë, deri këtu nuk mund të arrish, domethënë kjo ku kategorizohet, domethënë kjo futet tek më falni se gabova. Kuptoj, e qartë. E di si u solle tani apo? Si u solla? Si buçko. Prandaj. Fjala e ditës. Fjala e ditës, jo, le të flasim pak, më ju vazhdoni na shkruani 069 20 70 222 dhe në +33 49 551 144. Pra, si do t'i përcaktonit ju këta lloj lacash, qoftë edhe me fjalë vetëm, me mesazhe, nuk e di se çfarë. Me mendim me këngë ndoshta. Të cilët bëjnë gara me makinë dhe në çajnë krapin. Tani le të flasim pak për naftën. Le të flasim për naftën.
E kaloi nafta pragun e 200 lekëve për litër? Çfarë i përmban pragu? Nuk është një shprehje shumë e njohur kjo në qytetin për cilit unë vi. Po bashkë me këtë rritje të çmimit dhe kalim të pragut, u rikthye edhe debati i vjetër mbi mënyrën se si funksionon tregu i karburanteve në Shqipëri. Dhe çdo gjë e keni vënë re është justifikuar me diçka është duke ndodhur në lindjen e mesme, diçka është duke ndodhur në ngushticën e Hormuzit. Një deve është mërzitur në lindjen e mesme, prandaj do të rriten do luhatet në bursa ndërkombëtare. Kjo u përkthye në çmime më të larta në rajon dhe në pikat e shitjes kudo në Shqipëri, po ka një problem. Cili është problemi? Që nuk mbaron te kostoja në pomp. Përtej çmimit, në treg informaliteti mbetet i pranishëm. Jo çdo transakcion lëgjur në sistemin ton fiskal dhe faktoje ka marrë 10 dëshmi ku sipas qytetarëve dëgohet shpesh që sa po shitsi heq pompën nga automjeti është e njëjta fjali. A e do faturën? Ai dashuron faturën, kjo është ideja. Dhe ti thua, me që duket ja tregoj gruse, ky është parulla që përdorur. Po. Edhe ky është problemi pra. Ne na japin net medias na shohin në fytyrë, ky do të jetë spion. Na japin, na hedhin aty tek Skoti. Pse mendojnë që ti mund të jesh spion? Domethënë ti edhe nga pamja e jashtme je spion. Domethënë ta jepi den që je spion. Çmimi i naftës kolekt jam i lajm të mirë sot ka rënë 8%. Domethënë sot është pak dhe Brent crude është një nga treguesit, është 100.8 për momentin, WTA që është ai i Amerikës 92.64. Këto reflektohen në bursën Platts të naftës, Platts të qoftë. Dhe si rregull do dali sot në lajme që ta ulini çika tabelën. Bordi transparencës. E kuptoj. Tani ndërkohë që në Shqipëri nuk është vetëm çështja e çmimit të naftës, se çmimi i naftës nëse naftën do hidhin në rregull do ishim okay. Por ata na vjedhin kur e peshojnë. Po. Na vjedhin kur e shtojnë me ujë. Po. Na te litrat, te litrat, në këtë çmimi. Dhe te çmimi dhe në fund fare edhe te evazioni fiskal i faktorjes. Sapo ka ndodhur një lajm, sapo ka ndodhur. Nuk ka shumë që ka ndodhur, pra mund të jetë punorësh që një anije me sodë është mbytur. Me sod nga Vlora. Gjiri sodës, s'kam nisë nga sodës. Nisë nga Vlora dhe po shkonte drejt Greqisë, domethënë. Dhe ka hasur në një shkëmbë dhe është mbytur. Tani një pjesë e medias e raportojnë 8000 ton sod. Sa re? 8000. Një pjesë tjetër 3000. Goxha diferencë, më thënë. Është vërtetë? Gjithmonë qëndron në mes, koleg. Te 4. Vetëm se tani atëre i bie 5.5. Me llogaritë mia po. Nga tani e tutje koleg kur të shkojmë të kërkojmë peshk, çfarë peshku do, thot kemi peshk buke shumë të mirë. Po, sepse kanë ngrënë sot buke, është bërë peshk buke. Por ama dhe një gjë tjetër, do jetë një peshk që nuk do ju shkaktoj gazra. Fare. Sepse po ti edhe një lugë groshës me sod buke, do jetë peshk me rroba pa njolla, se soda heq dhe njollat të lojë. Po çfarë perfekte pra, çfarë ka 5 apo 3? Ishte kaustike apo kaotike? E mirë nuk është që më mirë atë kishte shkuar në destinacion, Olex. Edhe diçka. Shikoj ata atje. Ai është pus nafte e kanë. E kuptova, është më së qartë. Por ndërkohë këtë javë e kemi kaluar, ose më saktë kemi nisur javën me shndërrimin revolucionar kryengritës të Lanës. Sepse vetë i madh i këtij vendi udhëheqësi ka nxjerrë një video ku tregon shndërrimin e Lanës. Domethënë kur erdhi ai kryetar bashkie që ishte meta kryeministër, kur ata shkonin mirë me një tjetër në ky se Fustenburg, bëjmë gjërat e nga këto gjëra, po. Dhe këta të faktorët çka kanë zbuluar? Që gjithë video është realizuar me inteligjencë artificiale. Po nuk bëhet fjalë, pse kush e hëngër? Po pse duhet ta publikojmë përveç kakës së tretur në Lanë që është autentike, është po. Kemi Stelasia. Mirë, jo thash mirë në fakt, nuk e kam marrë peten akoma. Pse çka ndodh? Do të përfitoj nga rasti që ti ri Bran, asaj moderatorës që u bullisua me fjalë të pista nga një lojtare atje. E be atë. Kemi parë apo jo, po mua më ishte lajmi i parë, nuk e di. Tani e kemi parë të tërë, domethënë nuk është edhe unë. Është e pamundur që një fëmër t'i thotë një fëmër tjetër ashtu. Fëmër? Po. Po. Jo. Nuk mundet. Po pse? Po sepse në fakt unë kam dashur të futem në një reality show, sepse gjithmonë kam menduar që mund të jap diçka nga vetja, por unë
nëse mua më thot njëri ashtu, unë jam një person tepër edukuar, thjesht I fus ato gishtat në sy dhe janë nxjerrë nga poshtë. E kuptoj, shumë e qartë. Domthon edukata jote që nga që nga e njëjtë me brishtësinë që ke në komunikim. Faleminderit, ti më kupton Tom, sepse ne bashkë njihemi në rrethin letrar të 8 vjeçarës. Po. Fshatar jemi. Po. Dhe kur un kam filluar të bëj poezi, edhe Mimos Ahmetaj me ton tretën, nuk është se shquaj. Pra kam qenë e famshëm përpara saj. Kjo është e vërtetë. Me modesti. Po Stella si e ka mirë se unë se kam pyetur. Si e ke mirë me Stella? Stella Ahmeti. Okay. Është koincidence. Po javës tjetër si do e kesh? Depends. Depends. Po. Tani t'ju them diçka që se kjo është edhe arsye e vërtetë që ju mora se nuk është se më kërcet shumë se si shahen ato. Po. Jo, të lutem. Kemi dhe Buçko në studio. Por, unë jam ndoshta poetja më e vjedhur dhe më e kopjuar dhe që nuk kam as të tretë autori. Nëse unë do kisha 1 lek për çdo këngë që më kanë vjedhur, unë sot do kisha 4-5 lek. Kjo është shumë e rëndësishme, Keli. Vika shumë keq Stella. Po fal lutem, po kush s'kan vjedhur? Se kush do më vjedh poezinë këtë vend? Atëre që juve të më bëshnes, ndoshta e fus edhe kot. Nëse kuptoni ndonjë gjë, ju lutem, më thoni, ma kanë fjetur këtë tekst apo jo. I kanë vjedhur, kanë përdor për tekste këngësh. Mi marrin mua nga shqipja, I përkthejnë në anglisht. Okej. Bëjnë këngë, të cilat janë bërë të famshme, më kanë thënë. Okej. Ti kur s'to bësh të qëndroj, ta hiqe peshën tënde prej meje. Unë e njoh çdo lëvizjen tënde. Ndaj, pse thjesht nuk më lë rehat? Kam qenë kështu dhe herë të tjera, por isha shumë e verbër për të parë që ti josh çdo mashkull. Këtë herë ti nuk do më joshesh mua. Deri tani nuk besoj se ajo thot, në rregull, hej shpirt, po çfarë të tuash? Unë I kam qërat që ti të shëron, unë jam ajo që s'të nevojitet, më shikoj thellë në sy, më prek për t'ja nisur, thot se nuk ka kthim prapa, më zuri në kurse të saj, e pista Diana, jo! E pista Tajana. Ama, deri këtu e pista Tajana, Tajana ta. Nga shkalla e Tujanit, me siguri. Mua më kanë thënë që ma kanë, cila mund të jetë kjo këngë? Po vari tani kur daton se ju ishe ngritur. Kjo diet është kënga Bardezi e Michael Jackson. Ka mos e poft pikën e hajrit. Nuk ka stabil, ka lënë. Ka vdekur. Kur fjes tekstet e Stelës që të bësh, të pish ilaçe si dreqja të pëtesësh. Po. A ke një tekst tjetër që të kanë? Kam një tekst tjetër, nuk e di, për këtë s'jam e sigurt, ma thoni ju ma kanë vjedhur apo jo. Po. Hiqe këmishën, unë do të ndihmoj. Hiqe këpucët, prit pak, unë do t'i heq. Hiqe pantallonat, po ashtu. Hiqe fustanin, të jemi vetëm ne. Ti mund ta bash kapelen veshur. Ti mund ta bash kapelen veshur. Tani, Stella më falë më thonë. E shikon që dhe ju e pasin. Leave your head on. Tani, nuk më takon mua që kam bërë tekstin një. Jo, ti ke shumë drejtë. Të paktën kotion 4 stinët. Jo, se pronësia intelektuale duhet të ketë shumë rëndësi, po në fakt është këngë shumë e vjetër kjo, nuk besoj se e ka vjetër nga ty. Nuk do kesh qenë gjallë fare. Po pra. Nuk e di, po më kanë vjetur sistematikisht spionazh dashuri është profesioni im dhe unë ty të kam në përshtim. Megjithatë, për të fundit këtë e ka kënduar Joe Cocker. Po. Në kuptimin jo greqisht fjalës. Çfarë është kjo greqisht? Joe Cocker. Stella. Si jemi live, Stella. Kam vjetur dhe një këngë tjetër dhe kam këtë. Po ka vdekur dhe Joe Cocker. Po mirë ka bërë. Po kjo ndodh ka pra. Jo, më vjedh mua të shikoni se si të përfundoni. E ti që të pëlqen kjo lloj-lloje, thonë po vi të marr në mbrojtje. Nuk ka nevojë për fjalë, vetëm lëviz, sonte asgjë nuk ta mban në prit. Bomb seksi, ti e bomba ime. Ja, Stella tani dashuri. Pse edhe këtë ma kanë vjetur, ë? Kjo është një poezi shumë e bukur, duhet ta them. Nuk e di kur e ke shkruar ti, po është pak e Tom Jones. Është Kiss. Tom Jones. Apo Sex Bomb, po. Është qall? Ai i gjallë është. Gjallë është Tom Jones? Jo, Tom Jones, jo Tom Jones, jo Sir Tom Jones. Ti mund të krapisësh
Stelën dhe fjetosh midis të qallëve. Ai ka bërë hajë. Sex bomb. Megjithatë, ka edhe raste kur mi kanë fjetur dhe jam më shpërqefi shumë. Dua asnjë lek, po. Të tipit të? Dua romancën tënde të keqe, dua të shëmtuarën tënde. Lady Gaga. E kapët ka shpejt. Po. E kapur në një romancë të keqe. E kapur në një romancë të keqe. Poezia nuk bëni lek, me thënë drejtën, paktën kur e përkthen me Google Translate. Tema ime. Lady jeto mart nga ditët e keltemit. No, pse? Keni si ka vjedhur kujt. Ato ditët e mërzitshme, jo nga ditët e bukura. Ato të më japësh mua. Mirë Stella, atëherë nuk do të gjë tjetër. Jo, nuk jap asgjë. Tani a njihni njëri te këto të tretat e autorit që të marrë dhe unë ndonjë lek. Te të tretat, te 40-at njohim. Është Elton Deda që do këndoj pas pak. Sepse unë jam në shtëpi me qira. Je në shtëpi me qira. Ta kuptoj domun. Me qira. Te kinema Agimi. Megjithatë nuk na erdhe ditën që vdiqëm, nuk na erdhe domun. Vdekur se s'të kam ardhur? Po, se vota me siguri. Shiko, ti më ke vjetur mua titullin e një libri. Mua gjithë lagja më thot ti Stella Jerën ka qelli. Po, Keli mbaj përgjegjësi dhe bëj kujdes Keli. Përveç njerëz të cilës si ka vjetur titullin tjetër. Sepse më thoshte Stella të raft flama. Jo. Mirë, pas kemi bërë gjithë të zeza, me jetë... Me që të toni tua shumë, ju tua në jetë. Po, me jetë, tua që t'jetoni të paktën deri në fund të majt, se që shoh hidhin ja 3 muaj. Jo, deri në fund të majt do jemi, nuk do jemi sigurët e vetëmisë. Jo, se pastaj pjesë i hidhe mbi kalltër. Stella. Stella, faleminderit shumë. Faleminderit juve, jeni të mrekullueshëm dhe ju lutem shumë mos më vini më. Asnjëherë më. Patjetër. Edhe ti na merr prap. Na thuaj. Sa herë që të dua. Ndërkohë që jemi në Kafe Rena në Radio Kombëtare Club FM dhe në Club FM Kosovë po ashtu. Kafe Miren, nuk është Spirit Voice. Po. Dhe mos harroni që ky program është një prodhim autentik i Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Transmetojmë në një kohë si në Club FM Shqipëri, ashtu edhe në Club FM Kosovë, por nëpërmjet aplikacionit dëgjohemi në gjithë botën. Mos harroni, aplikacioni Radio Club FM është portokalli. Ore Putini na dëgjon? Po. Unë mendoj se po, dhe do mbej shefi nëse Erdogani. Babi? Jo. Ndërkohë që ne mund të komunikojmë me njëri tjetrin, ëh, domethënë ne presim mesazhet tuaja. Armando Broja, Dua Lipa. Si nuk na dëgjon. Dua nëse na dëgjon, na dërgon një video nga dushi. Kujt? Video të dushit, çka kuptove? Kuptim dushi. Jemi kurioz ç'a dushi për të rinuar. Se si njeriu, domethënë mund ta shpenzoj jetën dhe të bien dashuri me njërin që ka emrin Kallup. Ku ka ndodhur? Callum Turner. Ashtu ka Kallup ka? Kallup ka. Nuk e di e pat që Meloni kishte postuar një foto në rrjetin social X me inteligjencë artificiale? Po, ishte me inteligjencë artificiale, ishte ajo me të brendshme mbi një shtrat. Dhe parlajmëron të gjithë, dëgjoni Kafe Renën dhe Faktoja ju ka mësuar. Jo, e ka publikuar vërtet dhe madje është bërë nami nga me Google Lens. E kemi gjetur. Jo, është dallohet që është inteligjencë artificiale. Mund të ketë ato 6 gishtat për shembull. Nuk ka asnjë problem domethënë. Madje e kishte horizontalisht atë kapelen. Jo, e ban vetëm vertikalisht. Si gjithë gratë. Prandaj. Ndërkohë që kemi hapur një temë. Çfarë do t'i thonit juve këtyre lacave që bëjnë xhiro me makinë dhe që na çajnë mendimin për jetën. Po, këta që bëjnë si të fort. Këta që gjërojnë gomët. Që parkojnë trotuar. Këta që parakalojnë nga 2 krahat. Këta që kanë BQ të zhvilluar, apo se themi do të. Këta që kanë 5 pala mbas qafës, 4 i kam unë, edhe 1 duhet bëjmë lak. Okej, kuptoj. Ti shumë afër lacit. Ja ka një mesazh, në fakt është goxha problematik, fatmirësisht. A ka një doktor këtu? E kemi një doktor këtu, sepse dikush është duke qarë. Po çaj nga të qeshurat në mes të zogut të zi me Stella Ahmetin. Koleg sa keqe që e humbe si. Të lutem, nuk e di po isha në tualet edhe. Okej, nuk kemi nevojë, domethënë. Nuk e di pse në Club FM tualet dëgjojnë radio tjera, domethënë radio shqip. Kuptoj është qartë. E kemi të lidhur me aplikacionin, prandaj. Okej. Por mos u mërzit se do ta ndrojmë.
Domethënë nesër që është e njëjtë vendosim muzikë radio popullore. Sa mirë, ka lezet. Pastaj mos thoni pse dalin pikat jashtë. Do kërcej. Eni është momenti për të pasur dhe ne një ftuar në studio. Sot është niveli i lartë kam përshtypjen. Meloni tha jo, sepse po merrem çik me këtë. Jo. Këtë foton. Duke parë foton unë e mora për të vërtetë, domethënë dhe i rash dhe telefonit të Moana Pocit. Non c'è. Na ka lënë. Nuk ishte, nuk e dia, s'më kishe sa të filmi se kam pa deri në fund. Atë që më theti me kasetë super vës. Shiko, po të duash të jap një film tjetër, njësoj kam finale. Okej, në rregull. Pastaj Cicciolina, Cicciolina, po. Nuk pranoj. Nuk pranoj. Ilona Staler tha jo. Nuk, as ajo. Rocco Siffredi. Të lutem Merr Fredin, Katalin Kemp. Merr Fredin tha më mirë, domethënë. I thash Fredit, ai ishte i zënë me disa merrej me disa komplote botërore, por tha jo, për emisionin tuaj jo. Kështu që kalova tek sektori i politikës. Mirë bëri. Ervin Salianin kërkova të parin. Po ç'ndeshë. Tha jo, se ju jeni me doktorin. Atëherë mora doktorin. Po, jo tha se kam punën me kongresin. Ka konflikt ai këtu, nuk janë. Meremen, jo tha se si jam në gjyq, se jam duke hedhur kështu. Pastaj mora nga krau tjetër, sepse normalisht për par kondiço, Albena Metaj. Po, jo tha se kam lënë takim me Qimpegën. Domethënë mora Qimpegën, jo tha dhe Qimpega. Pra, kështu që kam bërë një shëtitje shumë të gjatë dhe në fund fare thash, okay, po marr Egin. Marrim Egin edhe sot, pra kemi të ftuar, nuk e kemi sot. Nuk është, por programi nuk mund të rri dot pa The show must go on. E ftuar sot në mënyrë të jashtëzakonshme, nuk ka ndodhur asnjëherë gjatë gjithë këtij programi, gjatë gjithë sezoneve të këtij programi, është Greta Togani. Jo, nuk më besoj. Unë e kisha patur. Të intervistohesh. Pyetësorin ta fillosh ti apo ta filloj unë? Po meqense ti ke folur gjatë. Po, filloj. Më lër mua që të bëj pyetjen e parë, ndërkohë ti mendoj për dytën. Dakor. Greta Togani. Po doktor. Tani që Saliani e quajti doktorin Sali Koltuku, si po shkon me problemet e gastritit? Tash, dua të them që me gastritin kam një marrëdhënie shumë të sinqertë. Me gastrit patos. Gastrit patos. E mendova të betohem. Marrëdhënie sinqert kam. Ka marrëdhënie sinqert. Më sinjalizon kur kam nevojë të vjell, për shembull nga si deklaratash. Çfarë pike, domethënë? Deri në pikën e fundit. Po. Shiko, bëjmë dhe një pyetje në mes, nuk është parashikuar. A mendon ti që vetëm me një përgjigje të gabuar mund të humbësh punën e para mëngjesit? Jo, mendoj se do të nevojiten 7, se çka një fiksim 7. Okej, sepse domethënë sa trimëri kishte Herkuli? 7 trimëri të Herkuli. 7 trimëri, domethënë dikur i kemi paston tongolliqet e Herkuronit. Po, super përkthim tash. Shumë e bukur. Megjithatë, Greta. Po Keli. Sipas Eurostat, shqiptarët investuan 670 milion euro pasuritë pa lyqme jashtë vendit. Çfarë thua? Ty të duhen ende 7.000 euro dhe përse? Po të betohem, më duhen 7.000 euro. Po jo për të investuar. Po për çfarë? I kam borxh. Si i ke borxh? Kam borxh. 4.000 kam kredi dhe 3.000 kam borxh. Si mund të kërkoj njeriu lek borxh për të për shlyp borxhet? Të shlyr borxh. Jam i sinqert. Sepse se ke provuar asnjëherë koleg në lëkurë. Kush nuk e bën? Po, un kam qenë mjeshtri borxheve. Ashtu ë? Po. Un kam marrë një herë 2.000 lekë vjetra borxh. Edhe? Kur kaloi një supermarket shumë i famshëm, kaloi afër The Blonde, i thonë shqiptar. Ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme, është diçka mes Robert Redford dhe Donald Trump. Po. Dhe i tha, "Çapo? Merë në qoftë do marrësh borxh, më tha, duhet marrësh sa më shumë tha, me miliona tha. Po. Sepse njeriu tha nuk mbytet me i pikuj tha, mbytet në oqean. Shumë filozofia e gjallë. Dhe ti bëre? Unë ktheva 2.000 lekë. Nuk më zuri gjumi derisa nëse ti merr 1 milion lekë vetra dhe nuk i kthen, maksimumi të rrahin. Po morin 100 milion të ruhen me bodyguard. E vërtetë është dallimi. Prandaj të lutem, rit pazarin ngre. Duhet merri. Dhe mbi gjitha ki besim tek resurset që të ka falur i molli Zot. Atëherë Greta, një tjetër pyetje e cila rrezikon të ndalesh me asistencë sociale, mbas kësaj. Ose të më ishin nga puna. E pikërisht.
Greta, në 8 maj do të kemi sërish kryengritjen e kilometrit fundit. Yay! Hajde mu në fund sa e gjatë ishte ky kilometri. Amon, më jam. Patjetër që e di. Okej. Se nuk kam dashur t'ia tregoj Egi, domethënë se ata i ka mendimet e veta, po. Një shekull kishte 15 vite. Patjetër. Kështu që koeficienti për tkurrjen e kohës është 0.15. Në bazë të kësaj, i bie që nëse me një implikim të thjesht logjik, matematikisht do të korespondonte me 150 metra, po ti do thuash është shumë i shkurtër. Po. Po është elastiku. Dhe Ta elasticiteti. ka dhënë matematikën ty. Bukurosh e Nika, i kishte linjën ndje. A ka një pyetje ndërmjetme. Ka qellu ndonjëherë që ta zësh gjumi atë tipin? Kur keni qenë duke 3 vitet e fundit paktën po. e qartë. E qartë, atëherë koleg pyetja numër 4 është për ty. Është një pyetje. A është pyetje për mua, po nuk e di, domethënë nëse kemi të drejtë vazhdojmë me pyetësorin apo po. Atëherë. Unë dhe situata do të thotë për Sharon Stone po, zonjë. ka dalë me bikini megjithse është 67 vjeç. 6-7. 6-7. Si të duket vetja aty pas 2 gotave rum? Edhe mua si. Sigur kam qenë unë të Basic Instinct. Dhe kam qenë fakt. Ka që plakur? Sa Sharon Stone? Na shpifi i thamë, sa ta i film. Domethënë, të futin në pal filtra, nuk shifen. Domethënë, shohësh një grua me rrudha këtu në bark, këtu tek vitet e tjera. Jo çdo gjë mund të guxoj. Edhe moza guxon, por nuk është se nxjerrin duke u lanë banjo me rrobë. Ajo tha vetë, shumë do dal. Gabim si, domethënë. Është çështje shihesh koleg, mos gjyko kështu. Po jo pra tani, sepse ajo po ndihem shumë e fuqishme pas 2 gotave rum. Në disa raste njerëzit kërkojnë imazhin e Rozinantit të Don Quixote. A doni të dalun me bikini? Ti jo, koleg. Grita po? Jo. Greta, pas ripërqafimit të udhëheqësit me zonjën Pjepri në Samit, a mendon se i dajet beqire shumë seksi duke u nisur nga mbiemri? Nga mbiemri po, patjetër që po. Bifak. Pse si fjalë shumë e bukur. Bifakt. Fakt, është e vërtetë. Po, në fakt, po. Mendoj se është shumë seksi, po. Ku? Të mbiemri. Vetëm të mbiemri. Është fjalët mund të dashurohen. Dhe pas atij përqafimi sikletshëm, e thën drejtën, patjetër që dhe i dajet Beshiri dhe shumë si ai do të duken seksi. E di pse mua më pëlqejnë në djemtë e sotëm, sepse nuk e dallon dot kur yndyrën në flok. Se i qetin shkurt. Por un kam një tjetër ashtu, përse përse kur përqafon ai atë, pësojnë ereksion grupar elementar djemtë apo? Okej, e qartë. Kjo është mua më pëlqen ajo në pjetore, unë jam urë. Nëse. No. Greta, pa, me që je nga Vlora. Na recitoj një vjersh të Mozës. Se tani. Deti. Deti ishte blu. Unë isha aty. A e do faturën vllai? E kuptova, kjo është e Mozës. Po patjetër. Mimoza Cufi. Super. A ke provuar që këto lloj poezisht, si quhet kjo në një strofshë? Jo, nuk kjo në stilin japonez? Do thosha aikos, po më mirë themi haiku. Haiku. Do të restoj Tjetër. Longfellow. Thjesht. Kem për shkollë. A kemi për shkollë? Prandaj. Domethënë ajo që do të ajo është i mblidhi këto. Po do ta bëj patjetër. Dhe boton, nëse ajo e ka titullin Delirium e ka. Edhe ti vije Delirium. Si pishari. Greta, pasi Grida zbuloi pasurinë e Kleviolit ose Slevio Serbiano, diçka e tillë. Slevio. Po, 2 milionë euro tha kam. Po. Ty akoma të duhen vetëm 7.000. Ja. Tani duhen. Më duhen 6.999 tani. Se 1 euro e humba duke dëgjuar këtë. Mërshme. Apo duhet të rrisja standardet. E tërheq, a mund ta tërheq dhe të kërkoj 3 milionë euro? Jo, ule pak. Po Slevio? Po tani ai ka bërë me djersën e ballit, domethënë. Po pse unë s'do i marr kot? Greta, nëse në PD do të kandidote Slash, a do të merreshim ne me flokët e Meremes? Po patjetër çdo merresh. Madje do vendosej standard i ri. Program politik voluminoz.
Programi muaj i Zonjës Mereme pëlqeu shumë, ajo tha që unë jam vetëm kandidat që do merrem me të vdekurit. Që të kemi respekt për të vdekurit. Po në fakt e tha. Çfarë do bënte? Do vendoste ndriçim varreza çfarë? Nuk e di. Por askush nuk është marrë me të vdekurit, ka thënë ajo, domethënë, sepse edhe të vdekurit kanë dinjitet. Domethënë mua si program pëlqeu. Domethënë nuk e di, Merema punon në morg. Ndoshta jo çon në morg. Kuptoj, e qartë. Ai ishte dje për dinjitetin e dëshmorëve. Tani kjo do ta hedhë në gjyq doktorin. Mendoj se po. Do e bëka të vdekur, domethënë vjen keq që ta them. Doktori si mban këto gjyqet. Po. Mirë, Po shkrihet Bora, dimri po shkon. Bylbyl i varfën, pse po gjëmon? Gjithë fushë e malet, blerimi mbuloj. Livadhi e pema, gjithë kah lulzoj. U çel kafazi, bylbyl flutro. Ndër pyje o graja, bylbyl shpejto. A mund të thënë që ka pas një parandjen që atëherë. Po. Jemi gjithmonë në KBR në radion kombëtare Club FM. Dhe në Club FM Kosovë. Dhe Club FM Kosovë dhe Club FM kanë dy numra në të cilët mund të na shkruani disa fjalë që dhe mund t'i lexojmë, se na kanë ardhur disa mesazhe. Për temën e ditës sotme, se çfarë mendoni ju për ata lacat që bëjnë si të fortë rrugëve me makina, të shtrenjta, të shpejta. Na ka shkruar një me një dialekt me një gjuhë që s'e kuptojmë, alham halhar. Okej. Edhe mesazhi është alhal haram mashall. Nuk është për të parë me kaq indiferent, sepse ti e di që po presim një marrëveshje. Po presim një marrëveshje që na bjerin çik çmimin naftës, se u çmend domo, por shkon te berberi e thot 7000 lekë, po 5000 e patë, po rrit nafta, po pse me naftë në qefti mua? Po do mbledh u nafta. Sa është data sot? Data sot është 6 maj. Pas nesër sa është? Plus 2/9. Bravo, mrekulli. E di që ecën kështu më. Por edhe pas nesër, domethënë që i bie dita premte, ditë xumaje, është kilometri fundit. Domethënë dhe këta të faktorës kanë arritur në përfundimin që thirrja kilometri fundit është propagandë. Po pse? Nuk e di, unë nuk jam dakord me faktorën. Mua s'm duket propagandë. Jo, mua më duket gjetje. Po pra. E keqe po gjetje. Ti e mban mend filmin në çdo kilometër? Ka qenë bardhëzi, ku e kujtove. Po një palë këpuc për shumë kilometra. Po çfarë filmi dhimbshëm e kam kërkuar. Po Armend Rexhepagishit me kilometra. Po këngën e Ardit Xhepres, makina memorjes. Po. Dhe në fund fare pse ne përdorim në mënyrë fyese për dikë ka bërë shumë kilometra. Nuk e di. Po pra, e kam vrarë shumë shpesh mendjen. Prandaj, nëse e pyesim dikë që ka eksperiencë, pra eksperiencë jete, që çfarë nuk i kanë parë syt dhe jo vetëm, që mund të jetë profesor, doktor, që ka shumë kilometra, e pyet sa është kilometri fundit, ti e di përgjigjen? Jo. 100 euro ka qenë sot. Nuk është rrit ai, sa mirë. Mi tani është kilometri fundit. I fundit. I fundit me derën, e ke parasysh. Mora vesh. Megjithatë makinave me shumë kilometra ja ulim kilometrat dhe e mbaj vet. Pse budallam ja mund ta shes me pa kilometra. Po, pra, është shumë mirë. Tani koleg, me që ti je një nga njerëzit më të azhurnuar në jetën tonë, domethënë, dhe shpeshherë atë që ti thua ne e zbatojmë. Për të mirën tuaj. Angelina Jolie ka fituar një betejë gjyqësore ndaj Brad Pitt. Për atë Chateau Miraval, për një pronë që vlen $184 milion. Sa re? Po. Ma thuj me euro. Tani gjithë ideja është, domethënë, pse në lagjen tonë kur ndahen ata të dy u zum për shtëpinë një dhomë kuzhinë. Ore ti bën ca pyetje domethënë që nuk ka fëmijë adoptuar që t'i jap përgjigje. Edhe i tham asaj, kujtohet jemi lutur çiftit, Brad Pitt, Angelina Jolie, na adoptoni të dy. Po pra. Ndërsa çifti që na u ndan lagje dhe u bëri atë sherrin për ishte Bedriu. Me Rabia. Domethënë po që ne Rabia si themi sa Indiana Angelinës. Që ka qenë i shoqi kemi pas në gjimnaz. Kupton. Po Bedriu është ai pak si Buçko? Bravo, është ai lezetshëm. Bëhet fjalë për Chateau Miraval. Po. Këta bën një kantin verë. Këta bën verë shumë të mirë, kjo Chateau Miraval. Faleminderit Vera, gjithsesi. Një lloj shampanjë e cila është e njohur dhe po bën namin tek piramida. Mora vesh. Ku do dalësh?
Nuk e di Gysi këtë. Nuk humbet rastin. Jo, s'është Gysi, e Dorado Reço. Është. Ne kam provu falti, domethënë është jashtëzakonisht. Egor Buçko. Meqense është autori. Tani me jemi te Kaperrenën. Një koment të shkurtër për ndeshjet e Superligës. Superliga shqiptare që na marr liga turke. Është domethënë nëse shqiptari t'jep fjalën e mban. Fazën e parë do më japësh ti mu 3 pikët. Kur të duhen ty që ta kesh vezën aty në kloak, do të japun. Po mirë, pse kjo javë ishte që të gjitha bëjnë fjalën? Po sepse çfarë ndodh, koleg, u bë kuvendi burrave dhe thanë, nëse ne të kreut humbasim të gjithë, nuk, domethënë jemi po njësoj. Pra asnjëri nuk e kalon tjetrit. Po dhe ata të fundit nëse fitojnë të gjithë, prapë isojnë mbetet. Këtë se kuptoj. Këtë kuptoj, këtë nuk ka Marquez, këtë nuk ka Baron, këtë nuk ka Kont. Alo. Klabinjo. Klabi. Po çfarë nuk më dili? Po ju kam provuar tërë ditën, nuk po ju kap dot. Jeni gjithmonë zoti Make Kaco. Make Kaco nga fisi njëri Kacojve. Po. Kacojve. Dhe që ke marrë nuk e di. Make Kaco nuk besojmë duke në siguria nga Shtavesi, por nes. Ju mund të thoni çfarë të doni se ju gjërat që kërkoni në Google, po Google është për fillestare. E vërtet është. Po, këto janë informacione që si të them, të vinë natën kur frigoriferi të bën tuk dhe ti e di mirë që se është frigoriferia që bën tuk. Po pse çfarë, cili është? Po, realiteti që shohim nuk është realiteti vërtetë. E kuptoj që. Është si ai byreku, që duket me djathtë, po brenda ka kungull. Është mashtrim. Është tash është nga kuksi, domethënë se dallohet edhe nga dialekti. Unë ju mund të thoni ç'të doni, por un kam studiuar me vite të tëra se janë burime që nuk ekzistojnë më, i kanë zhdukur ore. Kush i ka zhdukur? Po ata o kush janë ata, do thuash ata o. Cilët janë ata domethënë? Kush janë? Po mirë, nëse do ta dije do ishe edhe ti në listë. Okej. Atëherë. Tash shumë njerëz thonë o Make, po pse nuk e provam? Zoti Make Kaco. Si jeni njerë kështu me shëndetje? Po mirë jemi ne, por është realiteti është ndryshe. Ju e dini dushën e durrës. E kuptova. Po. Teknologjia ka avancuar shumë ore. Shumë ka ecur gjendja. Provash duket në nivel ideje, sa e mendon diçka, nuk ekziston më. Po për shembull më thuaj diçka konkrete për cilën morën telefonin. Atëherë të them diçka konkrete. Ju mund të qeshni, po kur një ditë lidheni direkt me mendje pa rutër, mos të thoni pastaj që nuk ju paralajmërova. Pse do lidhemi pa rutër? Atëre, filloj me gjërat më të thjeshta të kësaj jete, ujë. Na thuaj, papa. Uji nuk është E2O, siç ta kanë mësuar. Po pse ç'është? Është E2O vetëm kur e sheh. Kur nuk e sheh bëhet Prandaj u mbet Çelsa gjithmonë afër lavamanit, e keni provuar? Po. Mua ka ndodhur shpesh kjo, më duket se ka drejtë. Një gjë tjetër, dëgjoni këtu ore, se nuk a thot kush këto, se Google është për fillestar. Po. Ora nuk mat kohën. Ora mat durimin tënd. Koha nuk ekziston, është shpikur nga njerëz që vonoheshin në punë dhe donin justifikim. E kuptoj. Po që ka drejt, unë jam shumë dakord me këtë, më pëlqen. Ore do më jepni të drejtë nga ajat e Zeja, se Zeja nuk ekziston. Nuk ekziston as Zeja, po pse? Është krim, është bashkuar Zeja me N, ja loste Zeja se pranovi një ditë, ja ngjeshi, ja ngopje dhe u formua Zeja. Macet. Çka macet? Mos u gënjeni, nuk janë kafshë shtëpiake, janë roje nate. Prandaj të shohin në 3 mëngjesit sikur din diçka që ti se di, keni parë, keni vënë re. Po unë kam. Janë roje nate, ore, ju shkëlqejnë sytë po. Zoti Make Kaco, domethënë më duket sikur ke një Make Kaco ndaje se kam gjetur Belan në Rom. Pse? Keshtin të tërë. Pse? Nuk e di. Su se kuptoj domethënë. Është mbi emër normal. Kur prezantohesha Make Kaco. Çfarë problemi ka këtu? Emër shqiptaro. Po pra, Pellaz. Emrin e gjyshit, ma quanin Maksut dhe ma vunë Make për shkurt. Po pra, shumë mirë. Si Kacojve. Po, shumë i famshëm. Them një gjë tjetër, ore. Ju keni pas dhe heroj 3-4 dje për 5 maj. Por e frigoriferi. Po. Frigoriferi nuk bën zhurmë kot. Ai komunikon me pajisjet e tjera. Kur bën tuk është duke raportuar. Subjekti e ngri në 2 të natës përsëri. Prandaj e di mikrovala këtë punë. Po këpucët zhduken gjithmonë një nga një. Nuk është rastësi. Jo. Se dyshemia ka preferenca. E qartë. Po çorapet. Se ato çoku zhduken.
Në për lavatrice. Që çorapet I fut në lavatrice, çifte kur dalin tek. Po. Është komplot. Është dikush atje lart që kontrollon çorapet që të mos të ashtu njëra tjetrën. Dhe që nga kundër asaj gjëja. Po. Se nuk zhduken gratë e para, kështu si zhduken çorapet. Po se gratë e para na kanë qelluar të mira. Me qartë. Tani kur hap derën dhe haron pse hyre, ju ka ndodhur? Po. Gjithmonë. Po. Nuk e haruar, thjesht sistemi të ka bërë refresh mendjen që të mos di shumë. E qartë. Pra të bërë mendja refresh edhe ti nuk e mban mend se hyre. Kisha kërkuar këtë gjë në Google, po s'më doli. Google është për fillestar. Nuk është Google. E kuptova. Tani kam një dritat e semaforit nuk janë për trafik. Patjetër. Janë test psikologjik. Sa gjatë rri dikush pa bërë asgjë përpara se të nervozohet? Po varet tash nga gjithë secili, pse është ndonjë kështu masë e përgjithshme për të përcaktuar? Unë nuk e di ku keni studiuar juve, po unë ca gjëra që i di. Sepse unë komunikoj me autoritete që nuk janë me. Qartë. Jam shkollë e vjetër. Atëherë me gjëra fjala e autoriteteve, mund të pyesim pak për këta njerëzit që lëvizin botën? Për reptilianët e ke fjalën. Po. Do flasim herës tjetër se tani më erdhi kjo e qumshtit, edhe kjo fshatar ka që më sjell qumshtin. Ajo është e vërtet? Po. Edhe qumshti besoj. Po, sepse kemi krijuar një miqësi të pandarë. Në ç'kuptim? Në kuptimin që thonë që 2 fëmijët e fundit I ka me mua. Por janë komplote, nuk e di, është një shoqëri e degeneruar, ndërkohë që unë maksimumi mund të kem të madhin se ai më ngjet. Maksimumi, po e them, por se janë këto provat e ADN-s. ADN-ja nuk ekziston. Nuk ekziston ADN-ja. Nuk ekziston ADN-ja. Nuk ekziston apo të intereson që mos të ekzistojë në këtë rast? Po e dyta që the. Qartë. Mirë, po një pyetje do ta bëj unë tani. Për të Sorosin, ç'a mendimi ke? Atëre, burë më të mirë nuk ka. Dëgjomni mua. Burë më të mirë nuk ka. Thjesht ai që shajnë ata nuk është Sorosi, po është njëri që ngjan komplet. Është një kurnat që nuk e zgjidh qesenë. E kanë klonuar. Kur ky paguan është alamet njeriu, kur nuk paguan është legend. E kuptoj. Po në të dy rastet ana përgjon ai apo se kshu janë fjalët? Ai ka pas probleme me shëndetin këto kohë të fundit, se edhe mosha bën të vetën. Por ne ju urojmë jetë të gjatë dhe themi që reptilianët që kanë në kontroll do ta varrosin me ceremoni. E kuptoj. Ose do bëni gjemën. Mos më pyesni për gjemën se këtë nuk u tregoj. Mirë, në rregull. Atëherë. Ndoshta një herë tjetër. Jo, po herë tjetër do flasim me. Ore mos më flisni për historinë që na kanë mësuar, na kanë mësuar gabim. Historia që dim ne është si CV-a që I bën vetes në LinkedIn. Vetëm gjëra të bukura, po pjesa tjetër. Po aty fillon filmi. Po them sot, piramidat nuk janë thjesht piramida. Janë antena. Dhe jo antena për televizion, për diçka shumë të madhe. Të tipit Wi-Fi kozmik. Wow. Po kjo është shumë e madhe. Pse komunikojnë me qenie jashtëtoksore? Po patjetër që me jashtëtoksorët. Po të tërë kemi ardhur nga kozmosi dhe në kozmos do kthehemi. Nuk e dija këtë gjë, nuk e dija. Po. Ka aliene në televizion. Të themi alien. Më thuaj. Ajo Moza Ahmeti. Po ç'pun ke me të? Po jo, po nuk ka mundësi të jetë njeriu ashtu si e ruan ajo qetësinë kur e qellojnë me valizhën në kokë, me shishka, e I thonë me fjalët që s'mi nxegoja, e di pse ore. Se të gjithë kërkojnë në Google. Po Google është për fillestar. Google nuk është për mua. Nuk e di, a ju ndihmova ca. Jo, na ndihmova jashtëzakonisht shumë. Me gjëra që ore hapni sytë, duhet të hapni mendjen dhe sytë. Ky realitet nuk është realitet. Po ç'a është? Ky është reality show. E kuptoj. Faleminderit zoti Kaco. Faleminderit zoti Make Kaco, domethënë të themi emrin e plotë. Ma thuaj të ndarët lutem se do më qeshin Itali. Po ashtu e thash Make Kaco. E ke Kaco voj më thanë, më po bashkë. Po ju jeni reptilianë. Reptilianë. Do dëgjojmë ndonjëherë tjetër me kismet. Jemi gjithmonë në KPRN në Radion Kombëtare Club FM Shqipëri dhe Club FM Kosovë. Shumërime për ty, shumërime për ty. Shumërime Skënderbeu e ka sot. Gjergj Kastriolli ka ditëlindjen sot.
Ndërkohë që prindërit tanë kanë 2-3 ditëlindje se i regjistronin pas 6 javësh. Skënderbeu e ka regjistruar ditën që ka lind gjendje civile. Këtu ke dysh. 70 vite para ishte Skënderbeu. Por un kam përshtypjen që pas krizës fundit politike, domethënë Skënderbeu nuk është më i preferuar. Kam përshtypjen edhe unë se po. Sepse dizidenca tashmë fillon tek Hamzaj. Kjo është e vërtet. Kjo që the është e dhimbshme, por është e vërtet. Hamzaj në femërore? Po, pra nuk e di, domethënë, Hamzallesh po themi. Po nuk është e rëndësishme kjo gjë, domethënë, ju keni nevojë patjetër. Elisa, të lutem, Liza. Në botë çuditëra. Po, pra. Tani, mund të ndodhë gjithçka, ti mund të kesh pasurinë e gjithë botës, ti mund të kesh apartamente, ti mund të kesh pagesa të mëdha, makina luksoze, pra mund të kesh shumë kilometra. Po 2 metra do marrësh. Vetëm kjo, por mbi gjitha nuk vlen asgjë përpara shëndetit. Shumë e vërtetë. Prandaj ne këtu në Kaperenën jemi shumë të interesuar për shëndetin dhe e kemi të përjavshme rubrikën Turpi dhe Shëndeti. Turpi është për doktorin, shëndeti është për ne. Nuk e di se mund të filloj intervistë me këtë provokim që ti e bën vazhdimisht, turp të kesh, domethënë shëndet paç. Mirë, në rregull. A e mat efektin e kurës me analiza apo me ndjenja të bukura? Sa pyetje bukur. Shiko, kjo është pyetje e bukur për në rastin tënd. Në rastin e kolegut dua lek në dorë. Në rastin tënd hajt se folim. Jo. Kjo quhet molesti, domethënë. Jo, kjo nuk quhet molesti, por ç'a ndodh me lek? Ka disa zonja të cilat përpara shëndetit nuk vendosin asgjë. Për shembull, asgjë. Kjo qëndron. Asgjë. As 7.000 euro. Jo. Për shembull, vjen ajo dhe ka një të shtim. Okej. Dhe doktori thotë dyshoj që ke një viroz dhe nëse duam ta provojmë është viroz apo jo, duhet më ngjisësh mua. Domethënë doktori si gjithë shkencëtarët sakrifikon trupin e tij në absolutisht. Ke një sëmundje seksualisht transmetueshme? Po, ma ngjit mua. Kush e provon? Ma ngjit mua. Tash ka dhe doktor kodorsh që përdorin mjete mbrojtëse. Po ja zë këtë qoftë. E qartë. Nuk e di u shpjegova, po jo, ai ishte shteruese si shteruese më e bëre thatësir komplet shkretir. Okej, po shteruese po deri diku ishte pak e lehtë. Shqiptari zakonisht ngel borxh. Un kam rreth 12 pacient meshkuj që më kanë ke 20 milion lek borxh. Kam dhe janë 7-8 zonja të cilat s'po paguajnë. Dua të them nxitoni goca se në momentin që do vini për të paguar ndoshta nuk do t'jem unë i aftë që t'ju marr pagesën. Votoni, se ka vajza që paguajnë clearing. Un kam qenë fillim që të shpjegoj. Po çfarë bankomat? Si procedon? Megjithatë, nëse ty doktor të sfidon një mjek i vërtet, a e shëron me energji negative? Pyetja është e komplikuar, është një pyetje kurth që të bëjnë për kuice. Që bëjnë këto vajzat që s'paguajnë. E para një mjek të vërtet nuk ka më. Nuk ka më. Gjithë mjekët. Zonja Mere Mesel? Ajo është demokrate vërtet, mos e ngatro. Okej, ke drejt. Energjitë negative, me thënë drejtën, duhet të jesh psikovampir që të posedosh nga këto energji, duhet të kesh mbi 35 vjet në politik. Duhet të bësh zgjedhje të lira në partinë tënde. Duhet të jesh kandidat i vetëm. Kupton apo jo? Këto lloj mjekësh kanë energji negative, nuk dua që ta identifikoj me asnjë mjek kanadez. Okej. Kjo ishte e komplikuar një ca pyetje. Po si vet Kanada, domethënë evazive. A ke ndonjë manual apo çdo gjë del nga ndjenja? Atëherë, më përpara ne i thoni manivel. I cili dashje pa dashje shoqërohet me ndjenja sepse një manivel pa ndjenja është një objekt më tepër në magazinën e veglave që si përdor. Nga përdorimi i manivelit doli shpreha e famshme ai e ka dhes. Doktor të vjen pacientja, ato doktor më shëro dhe kërko ç'të duash. Dhe unë çaj kërkoj? Chelsea në angles, sepse më është prishurimi. E marr vesh. Kjo ishte përgjigje e mirë, domethënë mirë, shumë e mirë. Po a e diagnostikon sëmundjen apo sheh horoskopin? Kujdes. Edhe kjo është një pyetje në duke e thjesht, por në të vërtetë është një pyetje idiot. Më fal, nuk ka pyetje të tilla, ka vetëm përgjigje. Atëherë ça unë e pyes pacientin për horoskopin, për shenjën e horoskopit dhe i them që shenjat e tokës dhe të zjarrit i shëroj.
të ujë detarit shkoni te doktori përballë. Tash çan do, doktori përballë ka emigruar, ka shkuar në Gjermani, dera është mbyll dhe këto vinë përsëri prap tek ty. Tek mua, kështu që funksionon dhe horoskopi. A ka garanci trajtimi apo vetëm garanci për histori interesante? Shiko, sa herë që më ndesh në rrugë paciente që kam shëruar, domethënë me vetmëri, me sakrifica, më thon doktor, je shumë i zoti, dhe më pëlqen shumë pamja nga balkoni aty motelit ku më shërove, domethënë. Kështu që me siguri gjithë secili bën kujtimet e veta nga sëmundja që ka kaluar. Nuk e dija që ju në katin e dytë të motelit pas keni vendosur klinikën tuaj ose një nga degët e klinikës tuaj. Kam vendosur një skarner aty. Skarner, po. Si doktor tjetër po më duket të jap. Pse? Nuk e di. Shiko, mjekësia nuk dalon. Mjeku lexon, specializohet, studion, është mjek i përfshirë. Po. Është i angazhuar. Besojeni apo jo, po kam qenë kandidat për të qenë mjeku personal i Jeffrey Epstein. Nga se vuan ai nga lythi? Ai kishte hemoroide, por i kishte në gush. Jo si tjerë. A funksionon kura edhe tek skeptikët apo prishet nga logjika? Më fal tash, juve sigurisht ka bërë pyetje dikush me PhD, ata që zgjasin 12 vjet. Ne ecim me modën e vitit 97, ku njëri që sot është bërë kryeminist bënte vetë pyetje, vetë përgjigjet. Vetë mos të vetë kulost. Kura funksionon gjithmonë kur ai që vjen nuk ka smundje, sepse kur ka smundje çati kuroshet. Ai ka marrë 2 metra vend. E drejt. Që ka fantastike dhe kjo kur, me thënë të drejtën, A je mjek apo artist improvizimi me tarifë? Më pëlqen si pyetje, pavarësisht se gjëja më e rëndësishme në mjekësi ti e ke vendosur të fundit në fjali tarifë. Mund ta kishe filluar. Detaj voskël edhe ky si bën ka doktorët. Në mjekësi, po ky betimi i Hipokritit për shkak. Betimi i Hipokritit është një betim që ne duhet ta kishim bërë në vit të parë të mjekësisë, po dotja ditë kishte një vaki ajo që do na bënte, nuk e kemi bërë. Nuk e kemi bërë, e kam bërë gjithë tjerët, ne jo. Por kjo na shpëton dhe kjo na jep mundësi që ne pacientit të shohim si klient, her pas here si bankomat, si karta krediti. Jeni sinqert pak. Dhe tarifa është shkruar në derë. Pra, që kur vjen ai e di shumë mirë se sa do paguaj. Kjo është ide. Po, madje e kemi ndier pak se ka rënë dhe euro, nëse. E kuptoj. Se me euro. Ik mora djalë në dhomë tjetër. Nuk e shikoj që po punojnë? Urdhëro. Kjo është fjalia më e shpeshtë. Absolutisht 30 minuta ka çdo pacient, 6 nëse është mashkull, 40 nëse është vajzë. Vazhdo. Bukur shumë. Një pyetje shumë e vështirë tani. Nëse shkenca nuk bie dakord me ju, a mund ta quajmë shkencën xheloze? Kjo është pyetja më e bukur që më ka bërë këto 3 ditë të fundit. Po. Atëherë një vizitoje pa parak se para 3 ditësh më pyetin fshatarë, a do veç rose apo pule? Kjo është pyetje e shkëlqyer. Po nuk e kalon kësaj. Shkenca është gjithmonë xheloze ndaj meje, sepse për të ndënjur në koherencë, për të pasur kohezion me pyetjen më lart, koleg, un jam artist i improvizimit. Po. Për shembull ti thua për shembull që më shthyer krau, un çfarë them, futen allçi. Kur thua për shembull që më shthyer besimi, fute besimin allçi. Kë besim? Besimit e teatrit. Besimin. Pra edhe metaforikisht në fund fare po 300 euro bën. Qëndron. Hajde tjetri. Urdhëro. Më duket më kanë incizuar se s'ka mos. A ke ndonjë provë reale apo vetëm një kushëri që u shërua? Shiko, sot kemi krizë besimi. Nëse unë do të paraqis fakte shkencore me terma mjekësore, askush nuk do besojë që unë jam një mjek i shkëlqyer. Por nuk është problem. Jam dhe paguaj. Unë nuk kam kushëri, ose më saktë kushërit kurrë do dalin dëshmitar për mjek, sepse ata pak që kanë ngelur. Jo, domethënë mua më desh që të provoj një kurrë të re, 16 kushëri të parë palosa. Dhe të tjerët nuk pranojnë fare të japin dëshmi. Por kam një komshi që është në pikë të hallit, e paguaj 30.000 lekë në javë, vjetra. Sa? 30.000 lekë në javë. Dhe ai bën postime, pra menaxhon faqen e mia rrjete sociale dhe thotë që është ky doktor që shëron. Si quhet fqinja, domethënë? Katarakt. Njeri i mirë që la. Njeri i mirë që la. Faleminderit. Çfarë do banolin aty? Unë jam. A është klinika jote
pra ky vendi që po tregoje në katin e dytë të motelit, është klinik apo studio për eksperimente sociale? Shiko, klinika ime funksionon në kohën që ai programi mbaron. Pra mbaron Big Brother? Po, nga momenti që mbaron derisa të fillojë edicioni tjetër, ai është klinika ime. Që do të thotë? Çfarë thua? Po, pra, aty bën eksperimente sociale. Për shembull, e keni dëgjuar për shembull kur vin pacient nga Elbasani me 2 koka ose me 10 gishta, me 10 gishta në këmbë, koleg. Më 10 gishta në këmbë, por që ka rradh. 9 tek një këmbë, 1 tek. Po, dhe unë me ta qa bëj eksperimente sociale. I them do të t'i pres gishtat, dhe do t'i ngjis të tjetrin. Ja. Ndërkohë të dhëm apo jo pyet ato me 2 kokë. E qartë. Kështu që nuk e di. Unë besoj se sot kemi arritur kulmin e rubrikës Turpi dhe Shëndetit. Më mirë se ju falenderoj dhe do keni besim te Ministria Shqiptare se ne mjekët në Shqipëri. Nëse ka një gjë që në dukje është e pamundur, ne bëjmë të mundurën që të pamundurën ta bëjmë të mundur. Vetëm Shëndetësia Shqiptare me para ankohen njerëzit. Nuk e duam me ksim pa para, na e bëni me lekë se na grit. Dhe jemi gjithmonë në KPRN në këtë program i cili i mrekullueshëm është. I mrekullueshëm se dim, domë këtë ju takon tjerëve të thonë, por që prodhohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Na ka një mesazh nga Dori që na shkruan çdo të mërkur, po e ka për telefonatë që realizuan para pak me zotin Make Kaco. Do ketë prejardhje nga Peskara Make djali, thot. Dhe me Make bën 6, nuk e kuptoj. Kur shoh disa video të Mimoza Ahmeti, më vjen ndërmend Margarita Begolli, personazhi rrethit kujdes. Njëri Dori, kishim në një temë Dori. Po. Nëse temën tani e lamë, le të merremi me hallet tona apo jo. Po, kemi halle shumë të mëdha. Çfarë kemi? O njerëz! Alex Ferguson nuk ka vdekur. Është gjallë, shëndosh e mirë, po, koleg, sepse her pas here dhe pive dje 3 bira në shtëpi time dhe bëhet si i mërzitur se kishte vdekur Alex Ferguson. Po sepse vetëm në ato raste ti më bira mua, se nuk do të më shohësh dot duke qarë se do të ndot tapesi. E dje që nuk ishte vdekur? E dia. Ky vdes çdo javë në fakt, dhe nuk e di çfarë. Lajmi qarkulloi, ishte si lajmi i parë gjithandej, por zgjati pak, me sa duket. Edhe kësaj radhe është lajm fake që në 2018 që ka pasur një moragji cerebrale bën të. Po sepse janë këta të Cityt, janë këta po humbasin kampionatin. Edhe ç'a të bëjmë që të dëmtojmë rivalet? I sajojnë një gjë sër Alex, i cili njihet si një dashamir i verës kuqe. Por ne themi, domethënë që vera e mirë është po mbahet dorë, domethënë sepse një gotë verë, një pikë gjak, 2 gota verë, 2 pika gjak, 3 gota as i pikë gjak. Kështu që përfiton. Por nga shoqëria, nga dëshira e madhe për të pirë verë dhe për të folur për futbollin, ai shokun më të ngushtë të tij, trajner, tjetër Marcelo Lipin. Puna është që ky nuk dihet si fjalë italisht. Marcelo Lipi nuk dihet si fjalë anglisht. Po. Si merren vesh gjua e vreshtit. Po nuk e ka për të parë ky që ka vdekur apo jo? Ky vdes çdo 6 muaj, kupton? Kur ka vdekur për herë të fundit, pra para fundit. Në dhjetor më duket doli një lajm, domethënë në fakt sa herë që shtrohet në spital, thonë ky nuk del më, doti që ai del. Dhe jo vetëm kaq, po një telefonat i bën atij Carrick dhe Manchesteri nga vendi para fundit është në vend të tretë, koleg. Është Champions League, sigurt. Atë kujtohet sa ke gjishte në fillim kampionatit. Si kishte ai Amorim, i cili ka le me këmish, sepse më shumë fiton kur e heqin nga puna se kur e marrin punë. Si zgjedhëm i vend punë kështu. Nuk e gjetëm dot. Që thon hik nga puna do t'japim 1 milion euro. 100.000 euro. Me mend kishte Irfani kështu. Dashke shumë. Ne urojmë jetë gjatë sër Alex Ferguson dhe Manchester United. Edhe Irfanit patjetër. Madje të 3 franëve që njohim. Po. Okej. Po më jemi tek një temë se është shumë interesante, që thosh që s'është Egi, po flasim shumë për futboll dhe është tema ime e preferuar. E reja e Joshua Kimmich dhe futbollisti i Bayernit. Do lozë sot darkë. Luan sot, me Bayernin është. Okej. Këta kanë qarkulluar sa fjalë, nuk e kuptoj pse njerëzit merren me të tilla tash temë. Kaq të ulta, sigur këta dy janë ndar. Dhe mirë kjo, por Joshua ka regjistruar makinën e vet, që nuk e ka një makinë modeste, duhet të thënë kjo, ka një makinë goxha të shtrenjtë, dhe shtëpinë në emër të birit
vetëm që të mos ja linte pas ndarjes ishte dashurës së vet, supozohet. Dhe futbollisti pretendohet nga një postim që është përdar gjithandej edhe në rrjetet shqiptare. Po. E la të dashurën e tij në fillim të vitit sepse ajo Gjoja kishte tradhuar me një prezantues amerikan. Gjoja. Ndërsa ishin bashk, ajo besonte se makinat dhe shtëpia luksoze të paguar plotësisht nga Kimish ishin të regjistruar në emrin e saj. Vazhdon historia. Megjithatë, më vonë doli që ky gjithçka e paskërkish regjistruar, e paskërkish patur. Kimish. Po, e kishte regjistruar në emër të birit dhe kur ajo e zbuloi, të gjithë këta, thuhet se dëmtoi një nga Lamborghinit e futbollistit. Por këto nuk janë të vërteta, gjitha këto që nuk janë të vërteta. Ata kanë 4 fëmijë, kole, kanë një djalë 2019 ka lindur, një vajzë dhe më vonë 2 të tjerë. Kaq mirë këtë familje. Po sepse un jam tifoz me PSG-n. Edhe duhet ta njohim kundërshtarin më mirë se veten. Ka përgatitur kukulla votë. Ti nisesh me shembullin e Hakimit, lojtarit të PSG-s, i cili kur u nda nga gruaja, ajo e kuptoi që nuk mund të fitonte dot asgjë prej tij, që kishte të gjitha në pronën e mamit. Koleg, ndoshta nuk është vendi se ndonjëherë njeriu duhet të ketë edhe kështu shkëndije sinqeriteti. Unë e kam nxjerr si lajm. Mirë, në rregull, mrekulli. Të Kimish. Të Kimish. Të Kimish, po pse mund ja prej nata të amerikanit që tradhoi ajo me atë se pa e qartë. Tani koleg, me që jemi tek lajmet e njerëzve të njohur, lajmet VIP, normalisht nuk mund të jesh VIP nëse nuk ke fermën tënde apo jo. Po. Ferma VIP. Prandaj ka bërë një deklaratë ish deputeti, por kryetari i konservatorëve shqiptar, Kujtim Gjuzi, i cili ka thënë për VIP magazin, sepse vetëm revistat VIP mund t'japi VIP-i intervistë, apo jo, ka thënë që ka marrë një ftesë nga stafi që të futej. Madje ka marrë disa të përsëritura. Ai ka kërkuar vetëm 100.000 euro. Prandaj të bëhemi 1 milion shqiptar, t'i mbledhim këto 100.000 euro dhe t'ja japim Kujtimit që të futet brenda. Ose i themi Mozes që do e fitoj, se çmimi është 200 aty. Para dhënie. Sepse 200 do i fitonte vetë ai, bëhen 300 vllai, domethënë edhe kështu. Por 100 që mori do ta kthente kështu tha. E kuptova. Dhe tani pyetja është kush po na rren? Produksioni apo Kujtimi? Po un kam përshtypjen që Kujtimit mund t'i kenë ofruar 100.000 lekë vjetra. Edhe Kujtimi ka qenë gati me mos i kanë thënë që do t'japim 100.000 lekë, por kanë pas parasysh të reja. Por koleg, zotëria në fjalë është i ftuar në program, ka qenë në një program mëngjesi, dhe thotë që unë e kam pensionin lartë, të thyn mes me pensionin. Nuk po them për ty. Të thyn në mes me pensionin, janë gjepura, janë shpike sajesa, Kujtim Gjuzi s'ka nevojë për para, thjesht ndonjë çik vëmendje të status. Kaq. As për para dhe as për orgji. Jemi gjithmonë në KPRN në radion kombëtare Club FM. Edhe në Club FM Kosovë. Patjetër. Jemi gjithandej edhe nëpërmjet aplikacionit. Ndërkohë ka njerëz që shkruajnë, ka njerëz që marrin telefon. E vërtetë është kjo. Alo. Si u komo si që boni më? A jeni bot famshëm? Por nuk ka restorant, nuk ka me hane. Po më pa e një gjujo, po më jene, po nuk e tjetër shë. Jam këtu i restorant me sa mishte mi. Bëjë dhe atë qoftë të tja. Sa më kishtë marrë malli. Edhe e ne mu më ka marrë malli shumë për ju, se jeni të mirë ma, jeni nuk di që të them, se di që të them për ju të ty. Ti e quni gjaje si ati të është njoni aty që jam më se më ka marrë ftyrën e quni gjaje, dashi me dashi. Dashi vetë. Po marrë ma, shumë respekt, si ke qenë. Inzora i vizë për Greqia, që ma Greqia. Për ku shikën më në Greqi, më dha për ikën pa vizë në Greqi, qa vizë i kënë zjerë. Po saj se dita kështu, më dhaj me pari drek, tha shaq më më s'paja për i shqipër. Mirë, në rregull. Atere, pse more? Po se shiko, more sepse ne shqiptarë apo vlla, ne kene problem shumë madh. Ne dum shtet zviceran, po e dum me zakon e fshatin, dum rregull, s'pohet më s'është politike, ama që po Shqipëria. Po, e kuptoj. Se kur vjen puna me pagu taksat, o lene modë se komi mik atje ke tatimet. Ka parasysh s'to njëri me pa. Po se ne dum drejtësi më vëllezër.
Me dua. Po kur kapet në një orë, në 100 njohim, po lene më kjo çuni mirë, ai ka po për halli shkeli. Ke parasysh. Po pse po kështu sikur ti nuk e ke marrë në një për hallë për që në gjë domë. Ore, unë kam zemrën e madhe, unë I kam zgjidh hallet njerëzve se ke parasysh kam halle njerëzve, por kjo njerëzve gjithë ma si puna jonë, kam shpikat 5 për ashensorëve. Lek tu marr, të gjithë kanë marrë shtëpi të bukur ti vazhdo. Me kanë pallat tjetër, ke parasysh. Ore, politika s'është politikë që bëhet, se politika është si dasma shqiptare, dhe shumë zhurmë, shumë valle, është një kaos, është një anarki. Është një, nuk e kuptoj, del në fund fare, del gjithmonë njëri që është I deur edhe dikush del pa lek. Ama, si që ka I deur, pas mund ta thush ti këtë. Po pse flet shumë marrë, si të flas marrë edhe. Po them që e boj edhe I dope. Si dope, Ja, nuk po të flisë për ju do t'i dani sa jonat, sa mesazhe janë për ju, sa janë për kamarierë që këto. Bëj një vërpik diku domë. Ora në rregull jemi vetëm kur fike drita stukat ç'o tjetër. Kemi talent jashtëzakonshëm kur bëjmë gabime. Pastaj bëjmë debat për gabimin. Edhe në fund fare e ka historia dhe ma më falë të shi. Jo, qërë është kjo të shi. Po qarë? Ajo I qofte Amerikan, këto e qëmë kësjela, po s'jo në qofte Amerikan. Po qarë lidhje ka qofte Amerikan? Po flas me ju, po flas me tjetër kënd, me elektoratin tim. Po që elektorat. Të dojë që janë diskutime politike. Por historia s'na ka fajma, por historia jonë ka ik pension. Po kush e ka fajma tani? Si pasiosh? Ne bojmë rumujën, edhe ka puna politike, s'është politika që bëhet. Po qa bëhet? Se do do nërshoj veni, po që do nërshoj shtipër? Po ke 30 vjeqe në roka rige, pas në Romania, unë themi që. Po të regullojnë fillimisht veten, mëse një lagjen, mëse një shtetin e kuptonë. Ke falë shumë bukur. Në qipse jo morë dhe unë është e moment dhe shi që shto njëri ke kaj I kongë për të knu, të më dash ti ke bo të gjitha njetë, po s'na ke bo asi rep, asi kongë të shi. Kam boj kongë, thash se u hapët të festivalit të gjonë, se opozita ka vdekë, kuptona vaja do të njëri ju dhe me shfërdzu rrugë tjera, me u boj njërë se kur ke I farë, faje, ke I sedër, e përësysh. Një gjoni të shikët kongër të dhe, ma jepi menja se ju jeni të fushës. Pa të ludhem, pa. Cile është konga? Talë në rrugë, sho bosa me syze me stil, po s'din me majtë radhë, aske semafori I shqil. Flasim për lek, për jetë luksi, për famë, po s'kam boj punë, veç ka njof I dajt madh. Këtu do derë hapet me e njof dika nalt, me rita rri jashtë, pret me orë korridor gjatë, si ku s'është gjogë si kanë kështu të shi, me gjithë dhe kam edhe. Mua erdi për qarë për pak. Kujt ishte, mu duk gëgja me metafora, me rim, kishte rim. Politika shetë andra me paketim perfekt. Mrena janë bësh si ku ti dhurat pa objekt. Popull thot boll me nerva me mlef. Po dit në votimit harra dhe bot njëtër e fen hi dorën më sa kapat gotë. Nuk është varg I kongës, mos më ngatroni, po është dikosh tuqe. Madje e vlerësojmë shumë që po merreni ndërkohë dhe me politikë, me elektoratin tuaj dhe gjeni kohë na telefononi, na thoni që na dëgjoni. Është shprehje që ka dalë aksidentalisht, por ka të vërtetë mrena. Sepse kena edhe zgjedhjet e Partisë Demokratike dhe ju dini motën e partim tjetër, ti e parti tjetër. Po gjithsesi jena në opozitë, se pa u krijoi front opozitar, nuk fiton zgjedhjet dhe motaja është po ajo që ka qenë. Cila? I antar I gotë. Mua më pëlqen ajo në pjetore unë jo se dhe kjo pëlqen, së shfajdashin. E të shë për logarin. Ja, të është s'ka si faj. Logarin e pagu kë. E pagu kush? E pagu erti. O erti? Po. O erti për qëta Hollandit, për qenë. O e pashpuno opozita kur do. Opozita? E marves. Opozita dhe pushteti kur tune, ngren kulla. Ke parasysh apo? Se dia këtë. E thonë. Që gota I bashkon, bashkon. Bashme vetë ta mori apartament ke kulla re, apo dyqon poshta për siçeri, domethënë nuk e di, ma jepni menje. Jo, domethënë dyqan apo apartamenta apo? Për mua dyqan. Dyqan. Edhe për mua. Ja pra shqiptar të vërtetë jeni ke ju.
Sepse është i shprehje Tiranës e vjetër që thonë që shtëpia s'të bën me dyqan, po me shtëpi. Kjo se keni parasysh. Kuptova. Deri diku. Ne duam shtet modern, me ligje, me rregull, po vedi bim shkurt sa herë del pengesë e vogël. Ne flasim për drejtësi me tonë superioz. Ku na prek të resim, bëhemi nervoz. Edhe hiqet dorën, mos sa prekat gotë. Se më duket është vajzë që po qeshë të sa herë që është Greta. Unë jam unë, thjesht po adhuroj. Shikoj se kapi çik mas dite, se në fund të viteve 80, që burosh. Ju vazhdoni të jeni burosh. Bocat ktheshin kokën kur kalon. Ta shikoj më thënë në kamerë. Po i kushëriri juaj që na ka telefonuar, që nuk e di pse je mërzitur, se nuk ta kanë nxjerrë ai shumë faqen, a? Mos është aty me ju? Se si një ambient duket kështu. Ai kushërini tem jam. Po pas gotës tret. Po dashin se më thon dashin që ti e palaçe. Palaçe. Me në fund. Po tani me kë po flas me dashin, me kushëririn që iku me vizë Greqi, apo me dashin që po si kushëriri, apo kushëriri që po si dashin. Rëndësishme është që ju kam thonë 100 herë, kujdes me rigonin, me spesit, dhe me piperin, se të shi s'kena ardhë me hangër, këta ardhë. Me qatë. Me tade mua bet, me bojë qika pëzit. Me bojë qika, ka përësysh. Me qenë qytet për mund, është i cilësi që se ka djetë, dhe që të thonë drejtë. Qëndran. Duke ju vërre që keni një lloj mërje për zhvillimet e fundit politike, a mund të më thoni vetëm me një fjali të shkurtër, si është varianti jot romantik? Thaj, nisë nga vetja, në ora po shko 3, me thonë drejtën, edhe pyetjet e tilla janë si pyetje për masdite. Nëse ma përsërit edhe herë pyetjen, unë ndoshta thjesht desha me ditë si e romantik, domethënë si njeriu dhuron lule, domethënë gjëra të natyrës. Me thon drejtën unë dhuroj shishe bosh, kush më do i mush, kush nuk më do. E qartë. E gjatë të gjeni i formë të jashtëzakonshme, shumë i kthjellët në mendime. Unë ju falenderoj, ju jeni breziri, ne kena punu për ju. Ju jeni ata që do punoni për pensionin tim. Po dhe shumë ndryshim me njëri tjetrin mosh nuk kemi, domethënë. Kishte provuar. E qartë. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj shumë. Na keni zbarë faqen, jeni një emision i papar. Po, papar emision, dalim në radio. Mos se kam atë gotën. Margotën. Miru pafshim. Gjithë mirë dhe dëgjohemi prapë. Po, patjetër, ju bëftë mirë. Nuk na mbeti gjë tjetër vetëm se ta mbyllim vetëm në këtë lloj mënyre. Ta pim në nga i gotë Kelisa. Patjetër. Jo, ne dy. Kaperenën është një prodhim i Radios Club FM me mbështetjen e Faktoje, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.